qasini.
Të nderuar mësimdhënës, nxënës dhe gjithë ju të pranishëm. Sot jemi mbledhur këtu për të përkujtuar me respekt ish nxënësin e shkollës sonë, Islam Kastroti. Ai ishte një i ri me shpresë për jetë dhe dëshirë për dije, ashtu si çdo nxënës tjetër që sot ndodhet në bankat shkollore. Kujtimi i tij mbetet i gjallë ndër ne, si një plagë e dhimbshme, por edhe si një thirrje që të mos harrohet asnjëherë çmimi i lirisë. Ftojmë drejtorin e shkollës zotrin Mentor Goshi për një fjalë rosti, pastaj do të paraqiten nxënësit Korab Dugulli me një monolog dhe Ariona Fona me një poezi kushtuar ish nxënësit Islam Kastroti. Të nderuar familja Islamit, të nderuar drejtorët e drejtorive komunale, mësimdhënës, nxënës, veteranë të ushtrisë kombëtare të Kosovës. Sot jemi në 27 vjetorin e vrasjes së ish nxënësit të shkollës sonë Islam Ramadan Kastroti, i cili në 3 prill vitit 1999, gjatë një ofenzive që përzhvillohej në fshatin tonë në Kokra Forest, nga një artilleri e armikët në treva për artillerie të godeteve në nxënësin e ndërgjësar Islam Ramadan Kastroti, të cili sot jemi këtu do të përkujtuar. Gjaku i tij nuk do të harrohet asnjëherë, ai do të mbetet si shembull për gjeneratat e reja se sa ishte i lartë çmimi i lirisë. Nderuar edhe ju e të respektuara familja Kastroti, ndihni krenar për birën e ju që fal lirisë të kuptuar. Faleminderit. Çmalluni. Pritëmni më rehe. Kush që tha që neve në kanë rro? Kush? Mos u besoni atyre e kanë me hile. Ata çdo pranverë do lulëzojnë, që të freskojnë shpirtat tonë me aromën e tyre. Ata nuk vdeqën, as nuk u vronë, por vetëm u përgjaken që të dukeshin sa më bukur. Ata hynë në këmbë, se kënga ruhet më gjatë. Çmalluni me dhejën e Islam Kastroti, që u bë zë i lirisë sonë. Çmalluni me dhejën e tij të shenjtë. E pastaj ndaj bekajni, ndaj vajtojni, si të doni. Por mos harroni, se ky dhej nuk folet, nuk blihet as nuk shehet. Potheni këtë dhej dhe dëshmojeni se vetëm të bashkuar e mbrojmë këtë dhej. Islam Kastroti. Në ditë të vështira, me ëndra në sy, një djalë i vogël kërkon të liri. Në bankat e shkollës i qejtë qëndrante, me libra në duar të ardhmen ndërronte. I rinë e mosh me zemër të mirë, çdo ditë me sante me dëshirë të lirë. Në shkollën Bajram Curri, mes shokësh në klasë, ai sillte buzëqeshje, gëzim pa mos. Me shpirt të pastër dhe mendje me dritë, ai donte diturinë më shumë çdo ditë. Sot e kujtojmë me nder dhe me mall, emri i tij mbetet gjithmonë i gjallë. Edhe pse i ri, kujtimi jeton në zemrat tona për herë qëndron. Në heshtjen e kohës, emri i tij dëgjohet, si ditë në zemrat tona gjithmonë ndriçohet. Të nderuar familja Kastroti, përshëndetje gjithë, të nderuar familjarë dëshmorë, invalid dhe veteranë të ushtrisë kombëtare të Kosovës, të nderuar drejtorë, të dashur nxënës. Emrin e kursit, po edhe emri i Islamit nuk do të harrohet kurrë, sepse pa gjakun e tij, pa gjakun e të rija dhe të reja, pa gjakun e ushtrisë kombëtare të Kosovës, dëshmorëve dhe martirëve të gjithë pranojnë të liri, nuk do të gëzonim lirinë sot. Unë në emër të kryetarit Lladrocit që ka udhëtuar jashtë vendit, i përcjell përshëndetjet më të sinqerta për ju, gjithashtu në ushtrimet dhe përkujtimet për Islamin.
Islami është një gur i skalitur për lirinë dhe pavarësinë e vendit tonë dhe do të mbetet i tillë për herë. Ne na mbesmi se jo vetëm ta përkujtojmë, por edhe të shkruajmë, ta mbajmë gjallë emrin e tij, sepse djem si ky dhe nxënës si ky, të cilët e kanë dhënë gjakun për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, janë pjesa më e rëndësishme e kombit tonë, të cilët duhet ta përcjellim brasmas Frezit. Krenar për Islamin, familja, rrethin ngushtë në Kosovë, sepse i kanë dhënë shumë këtij vendi dhe do vazhdojmë ta mbajmë gjallë kujtimin e tij gjithmonë. I përjetshëm kujtimi. Faleminderit për të gjithë, ju të pranishëm, për kulemi me respekt, për të gjitha ata që dhanë jetën për liri, miru ta kofshin në përjetëve të tjera. Faleminderit për gjithëve.